U rikthyer në 2x zonja dhe zotrin. Tani vjen Albano Bogdo, i cili ka marrë një pozicion të ri, duke qenë se është nga jugu, është nga nuk është nga Tepelera, është nga Saranda. Besoj që e ka futur e majta në një post punë, në post shtetëror. Është bërë përfaqësuesi zyrës së legalizimeve, një duar trokitje për Albano Bogdon. Njeriu i cili do të legalizojë pronat tuaja. Legalizimi falas. Falas, siç e kemi thënë, le ta mbajmë premtimin Albano Bogdo. Na erdhi dita dhe neve. Po unë se po flas kështu si ku ka marrë nga jashtë shtetit. Albano. Urdhro. Je gati për këtë post? Po. Je ashtu siç duhet. Varet si duhet. Si duhet, ma thuaj që të them. Me 8 vjeçare. Me 8 vjeçare, po. Ha. Më mbylli komunikimin me sallën. Juli, ke dëgjuar dhe ti për legalizimin falas? Punojmë në shtet, kemi çik por. Mirdita. Mirdita. Qyshe me vla? Nga jeti? Prej Prishtine. Ma bani legalizim. Qa legalizimin? A legalizim be bëlla falas. A thot falas. Ta marrë ta kem gjep një kot, ta përqef. Falas për kë, qa do legalizosh? Shpin, dyqanin, godinën, qa do? Shkam. Ta kem një breva. Po mirë, hajde firmos tu, që ke... Po, apo ma jep sot, a? Lexoj deklaratën dhe firmoj që do legalizosh banesën, ose... Jo, pa firm. Mjep një ta kem shpi, ma e ta qej, tja qej grusit, na, gru, shkova në Shqipni, more i legalizim. Po mirë, më ku banon? Në Prishtinë. Vlla, më falë, që më gjeti mua. Isha mirë në karburant, sepse më thunë këtu. Nuk mund ta marrësh legalizimin nga Prishtina në bashkitë të Tiranës. Se be vlla, është falas as po dzjerë gjohë prej gjepit. Po falas është, po duhet të jesh banor rezistent në rreth të qarkun e Tiranës. Jam sot e erdha, nesër iki, jam. Më falë, a ke banes ti këtu? Jo. Po s'du banesën be vlla, du vetëm legalizimin. Po banes nuk t'jep njeriti sikur të presësh dorën, po them, po spate truall ose banes ose një vazo me lule qoftë që ta legalizosh. Që është tëndja. Nuk kam fuqi ligjore të legalizosh Prishtina. Po prit be vlla, me pas duhet me marr banesën mu legalizua. Po çy pa banesa për 400 euro, s'është falas ky legalizimi, ej. Ore ti, ne nuk tham banesa falas, si e ke emrin? Nginglla Vristipi. Zoti Nginglla Kristri. Vristipi. Nginglla Vristipi. Nginglla Ristrip. Nginglla Vristipi. Nginglla... Si e ke emrin? Nginglla... Si e ke emrin? Zoti M. Zoti M. E para, prindrit ta kanë pas me të futur të kanë vënat e emër. E dyta, ta marim shtruar, ullu këtu të qetësoj. Arrim tokë. Ullu këtu. Po. Si gjo, shtruar me qetësi, që dhe ti të sqarohesh, edhe në punën në mbëshë, me tone të ulta. Po. Nuk mirë do të legalizim, po nuk jeni dhe në moskan! Duhet jesh tiran, të jesh shtëpi, ose dyqan, ose makinë të paktën, ose një... që ta futa një mbrapsh. Po se bërte bërla. Po jesh shqiptar bërla. Po qa shqiptarit shqiptar? Po shqiptar do merje dhe shqip. Po marrë vesh. Po të nëzirë syri me stirolam. Me gjitha të emër që kishe, si e kishe emri Simbad, si e kishe... Po, Simbad Marinari. Simbad Marinari, gjo mua. Aha, ndira, o zot isha mi në karburant aty, sa do i 20 lek, na. Ti e di qa është legalizimi, va? Po, be vlla. Ashtë një gjo që ta jep dikush pa lek. More fala se dim se e premtuam në fushat, po qa është konkretisht e di? Po, pra! Ashtë një gjo, e ke ta jep në dorë, edhe hik. More, di qfar është, pa fala se di unë që e me fala se hikën, po qfar është, e di? Po! Qfar është? Një gjo që ta është falas. A, mirë, okej. Po. Dëgjo, ne që nga Prishtina, do t'a japë se i fundit nga ngell falas. Po, ja! Qep gojën. E qepa. Mos i thuj njeri ju. Nga ngell i fundit do t'a japë t'i falas me që nga Prishtina. Po. Kështë legalizimi fundit. Kështë legalizimi fundit, Do a? t'a shosh vetëm ti dhe gruaja. Po. Ik tash. Pale, ka? Falas. Po. Ik drejten për shtik, po mos i thuaj njeri ju. Po. Mos u mburë se vinë gjithë duan gjithë pastaj, se s'kemi një kishim nga kjo. Po. Po. Hajde. O vla legalizus. Ha. Kam dhe një problem. Ha. Kam i celular.
Si ka luat? Mirë? Shëndetje, si ja kaluat. Kam marrë për legalizimin. Po si, mirë se erdhët, biles dëgjoj ma, dëgjoj. Po. Ikri aty te dera, ik prit te dera. Po. Ik prit te dera, se nuk do vini ju te ne. Do vim t'ja u sjellim ne te dere shtëpis, si shpremtuan fushat. Ik aty te dera. Faleminderit. Ik te dera ta sjellun. Po- Ose hajde se sot vdiqja nga nervisja ti këtë shembull, hajde. Unë erdha vetë, s'ka problem farm, rëndësi ka t'i mbarojmë shpejt legalizimin, shqyqyr zotit, që janë falas, apo jo? A janë falas legalizimet? Jo që janë falas. Po? Po biles po vjen me legalizimin, mos kesh lek ti kish dhe shpit japin 5.000 lek për taksi. Shteti. Kaq falas janë. Se Faleminderit, kjo shumë qeveri jemi ne, kjo mazhorazhe jemi kundra errësirës që mbolli, nejse dini vetë, to se i kemi thënë qinde. Kemi parë, kemi televizor. Tashi, legalizimit po, lexoj deklaratën e legalizimit. Po, s'ka që nësi kam, vetëm mbaroj shpejt Ka procedura. shumë rëndësi, lexoje. Dhe firmos këtu, firmos këtu. Po. Egi, dhe ti e punonjës i zyrës së legalizimit. Mjafton. Tani, këtë dokumentin do shkosh te ajo zyra e KRQTPSKFTTTs. Ne ata dha shumë Ku këtë. dush ti shkojnë, rëndësi ka që është falas legalizimi? Merr një firmë aty dhe hajde prapë të marrësh dokumentat. Është falas, kjo qeveri faleminderit. punoi për ju dhe erdhi dita ti merrni falas. Të rroni ju, se jeni ju pa jeni ne. Na filolapsin marrësh firmën. Tek ai çori aty te zyra përballë. Si kalove. Thjesht një 2.000 lekë të vjetra dhe do ta zgjidhim tani direkt. Po, Ja, mor, po 2.000 ta lekë bëjmë s'ka gati si problem, më këtë burr. dokumentin. Ne qem të shit shtëpinë për legalizimin, po. Një 2.000 lekësh. Rëndësi ka që e marrim falas, mbaj. Edhe një 5 ta ashu për autobus. Për Edhe të sjell- legalizimit lutem 5 tjera. Si 5? Ja, me hammer. Mos po bën ti korrupsion ti. Jo, s'ka. Urdhro. Urdhro. Rofsh. Po, çat, Do shkosh tek ai tash. po. Se ka për ta zgjidhja. Fol dhe herë me zotrinë aty dhe e zgjidhim. Unë po më duhet tash. Ja, e mora unë këtë tash. Shikoj. Okej, shumë mirë. Tani shiko, firmose këtë, do t'i bësh një fotokopje për nesër, s'ka problem, ose ta bëjmë këtu te printerim. Cupi, gjithashtu dhe ti e punojse e Kjo qeveri zyrës. nuk do korrupsion, kjo qeveri ka legalizimet falas, po falas kështu. Po. Tash ku të shkojnë? Tani tek ka zyra është një rasht e mirë vetëm se është me syze. Po. Edhe merri këtë firmën e kësaj E kujt? kësaj. Kështu. Kësaj. Po. Na stilo lapsin se të firmosi me gjaka jo. Kan ato, kan. Mos ma humb. Si e ka luhet? Mirë. Po, Më mirë. dërgoj e zyra atje, ai burri për legalizimin. Legalizimi falas, ë? Bravo, lumsiu. Ti do vulen, sa veta jeni në familje? 4 vetë. 4 veta, 4 për 200, 800 lek vula, po, urdhro. Një 800 mishe, edhe një 800 që ta kemë unë për kafe, edhe lajmi. Si, Urdhro. 800.000 lekë. Po. Po falas Po, është, po, këto janë thjesht për vulat, për rëndësika të që gjërat. është falas, mo, po, 800.000 Edhe në i lekë. bakshish mua të pinoj kafe dhe lahemi. Po, dakor, Se kam dakor. gjithë ditën sot vdisha. Mirë që morëm ca lekë me vetë. Nuk kam të të kej kusurun, në mi fix. Na, vaj atë. Okej. Hajde ta gëzosh. Shiqyr që është falas, mor, po Po les. falas, mo zotri. Shiko, ja mora këtë, ta mbyllim tash ti marr dokumentat e legalizimit. Marr dokumentat. Po e bëm trego punën time mua tash. Jo, s'ka problem. Shumë mirë. Tani, legalizimi është i bërë, ka mbaruar si muhabet. Do juftoj më për i dark me që. Nuk ka nevojë janë falas, nuk jep pse ndihesh i obliguar na bësh darka. Ne o njerëz, merrni vesh të gjithë. Legalizimet në Shqipëri janë falas. Siç thamë në fushat janë falas, morlla. Ja, unë jam dëshmitar. Po, ti je dëshmitar vetë. Je dëshmitar jo vaj? Jo, falas. Jam falas. Tu? Firmos këtu dhe do vesh është një me syze, mba një palë syze qori, një palë syze të verbri. Po, edhe na. Firmos këtu dhe ik merre firmën dhe ka ik. Dal. Erblin, punojë si edhe ti. Rofsh. Shpaj ta firmos nga jashtë se është e vullosur. Që kam me kufi. Hec. Fal. Po. Zotri, erdha për këtë... Shiko, po se ktheu përgjigje qëlloje fort, ashtu e gaj. O zotri erdha për... Fort. Dhoma. 6 dhoma. Për çfarë më? Si? Sa dhoma ka shtëpia, o çun? 3 dhoma ka shtëpia, ban. 3 dhoma. Po. 3 milion. Jo. Më fal, se vetëm një dhomë kemi, rrim gjithë një dhomë. O çun, tallesh me mua? Jo, më jo. Duke më ftyrë që sharakën. 3 Jo, milion, o çun, tash. Doni dhe legalizim falas edhe boni tër. Na. Erdi tjetri pagujti 50.000 lekë suqa. Ti për 3 milion po qash. Hajde më tash. Mirë, të firmos Zollë çekun, mo. se s'kam lek me vetëm. Do ta shkruaj me çek. Edhe 1 milion komision banka, edhe... Shpejt do sajfononi njerëzit se ka legalizim falas, hajde. Të pas.
Rinja aty punoni, ju kanë marrë nga bankat e shkollave direkt, ju kanë marrë, ju kanë futë shtetë. Pa pipe kësës për eksperience. 20 vjetë në karburantur. O, zot.